Dhe për të folur për aktualitetin e ditës, kemi të ftuar në studio analistin Fatos Lubonja. Mirë se erdhët zoti Lubonja. Mirë se u gjetë. Nisi me konfliktin më të freskët presidentës qeveri. Presidenti kthen 3 ligje të votuara në 31 korrik në seancën e fundit plenare, menjëherë përgjigjet kryeministrit thot ligji për policinë e shtetit do të kalojë. Si u duket kjo? Vazhdon, mendimi im është që vazhdon konfliktualiteti i dy forcave kryesore politike në vend si faktor pengues dhe jo si faktor ndihmues për të ecur vendin përpara. Kjo është e tëra, domethënë në mënyrë figurative një gazetar gjerman shkruante se në Shqipëri ka më pak makina, por ato në rrugë ecin më ngadalë dhe Shqipëria shkon më larg, më ngadalë drejt Europës, pikërisht sepse nuk respektojnë rregullat, nuk respektojnë se i cila do t'ja hedh tjetrit, se i cili do t'ja hedh tjetrit. Dhe mendoj se në tërësi në mënyrë figurative kjo është dhe në këtë rast. Më konkretisht pastaj unë do të thoja këtë që ka kaluar më shumë se një vit dhe ajo që shohim tek qeveria, tek maggioranza, më shumë se sa pikërisht nevoja për të bërë mirë, për të shërbyer vendit, shohim nevojën për të shfrytzuar gabimet e ish maggiorancës, e opozitës, ku futet dhe presidenti ndoshta që është zgjedhur prej saj, për të vendosur pushtetin e vetë, për të forcuar pushtetin e vetë, sundimin e vetë, që vjen e bëhet gjithnjë më autoritar dhe që shfaqet edhe në raste kur presidenti në një farë mënyre bën 1, 2, 3 vrejtje. Nuk i njoh mirë këto ligje, të them drejtën, por kam ndjekur disa ligje të tjera që ka bërë maggioranca dhe disa vendime, siç ishte dhe ky për email për cilin kam shkruar në së fundi, ku ndjehet qartazi një lloj arrogance, një lloj fryrje me vetveten dhe një lloj mospërfillje dhe njëkohësisht një nevojë për të forcuar pushtetin. Kaq shikohet. Shikohet në mënyrë transparente nevoja për të forcuar pushtetin dhe shpeshherë i shoqëruar me një papjekuri, papërgjegjshmëri ndaj gjithë publikut dhe njëkohësisht edhe një hedhje e hapit 5 pa hedhur pa hapi 1, 2, 3 përpara. Kupton? Dhe fasada, pra e gjitha kjo për të krijuar një fasadë sikur po bëhet diçka. Mendoj pra se nuk është serioze dhe në këtë rastin konkret, besoj se nuk kishte nevoja që kryeministri të përgjigjej brenda 5 minutash, ku diun 15 minutash se është përgjigjur ndaj disa vrejtje të presidentit, përkundrazi duhet një ekip serioz me 1, 2, 3 argumenta, jo ato akuzat që jemi mësuar tashmë që s'na bëjnë me efekt, jo je i Partisë Demokratike, jo je i kësaj, me akuza, me argumenta serioze, mund të hidheshin poshtë ato dhe ta analizojnë dhe të pret një ditë paktën për të bërë një lojë institucionale, qoftë edhe sa për formë, kur thonë. Le t'i marrim pak me radhë, duke nisur nga email, keni pasur një reagim pak ditë më parë, por për të gjithë ata që nuk e kanë lexuar, unë do të bëj pyetjen përse Lubonja nuk e jep numrin e email të celularit. Po. Për disa arsye. E para unë i referohem një argumentimi që ka dhënë zëdhënësja e ministres Arito, e cili nuk më bind as pak sepse u dash ka dhënë numri email, ku në thelb thuaj e para se këtu do të paksohet kriminaliteti sepse telefonat vidhen dhe në këtë mënyrë nuk vidhen telefonat. Mendoj që ne nuk është puna që t'japim privatësinë tonë, sepse ana tjetër e medaljes është kjo që sipas njerëz që e kanë studiuar këtë çështje, jo shqiptar, por të huaj, se shpeshherë ju referohen ekspertëve të huaj kur duan këta tanët, në qoftë se ke numrin e email-it dhe me një software shumë të rëndom, të zakonshëm, mundet të hysh në të dhënat personale të çdo individi. Pra, është një shkelje drejt e njeriut që të marrë qeveria mundësinë për të kontrolluar privatësinë tënde. Privatësia jepet, por jepet me kushte dhe nga përfitimi më i madh që mund të kem duke dhënë disa gjëra nga privatësia ime, jo gjithë privatësinë time. Ndërsa përfitimet që na paraqiten janë krejtësisht qesharake, jo që nuk do vidhen celular dhe nuk do tregohen, jo që nuk do vinë më një 10 celular nga SBA-ja për të tregtuar këtu, sikur këto që nga problemet më mëdha që ka Shqipëria me informalitetin dhe me taksat. Ka shumë gjëra tjera që qeveria mundet t'i kërkonte për të ditur se
si është gjendja e vendit, si është gjendja e qytetarëve të saj, duke filluar që nga vilat që kanë edhe apartamentet që kanë edhe makinat që kanë edhe se si kanë fituar këto, me çfarë parash i kanë fituar këto, ata njerëzit që i shesin që japin celularët, që i ndrojnë celularët një herë në 3 muaj, këto janë shumë më serioze. Këto nuk preken dhe bëhet një gjë e tillë që mua më lë dyshimin se këtu kemi të bëjmë thjesht me një papjekuri, krejtësisht mendje lehtësi, sepse janë edhe rregulla ndërkombëtare që me sa kam lexuar nuk mund të marrë qeveria këto. Ose kemi të bëjmë me një mendim djallëzor që të mund t'i kontrollojmë ata që duhet të kontrollojmë, se jo gjithçka, se njerëzit e thjesht thonë sa mirë do luftohet mafia, po normalisht këtu pak janë ata që mundet të kontrollohen për sunduar plotësisht. Po, ka një kundër argument i cili thot është si numri shasisë së makinës, po të dojë qeveria dhe pa numrin e e-mailit, ka të dhënat dhe i detyron kompanit celulare që të japin të dhënat në lidhje me numrin e dikujt që dyshohet. Po e thatë vetë, e dikujt që dyshohet, dhe për një njeri që dyshohet duhet t'japësh prova që ai duhet kontrollohet dhe këto duhet i paraqitet një gjykate që duhet vendosi. Ndërsa kur qeveria, pra për ndryshe është e paligjshme, nuk mund të thuash ti që qeveria aty e ka dhe mund të zbulojë se çfarë po bën Mirela Milori në këtë moment. Qeveria mund ta bëj, po ama po bën një gjë të paligjshme ai administratori i cili, ndërsa në momentin kur ti e bën të ligjshme që ai mund të kontrollojë çdo kënd, atëherë mundësia e abuzimit me të dhënat bëhet shumë më i madh, prandaj dhe duhet penguar. Dhe unë shpresoj që gjykata kushtetuese do ta hedh poshtë këtë, është absurde. Për ndryshe do mbyllen shumë numra telefoni, se s'do jepet email. Në formë proteste, unë mendoj që qytetarët duhet edhe të mos i japin numrat e telefonit. Një tjetër reformë shumë e diskutuar, reforma e arsimit të lartë. Janë mbyllur disa universitete, ju është pezulluar licenca disa të tjerëve. Cili është opinioni juaj? Unë kam një opinion që e kam shprehur më parë, reforma në arsim që ka bërë majoranca, për mua nuk është reforma e duhur, po është në shërbim të sistemit oligark që kemi. Pra, unë kam pritur një reformë e cila do të forcoj universitetin publik dhe do të mshoj universitetit publik si dhe jo një reformë që do të bëhet nën diktatin e interesave private. Tani është e qartë që shumë prej atyre universiteteve duheshin mbyllur, por pyetja që ngrihet dhe koha do ta vërtetoj është që kjo mbyllje e këtyre universiteteve dhe kjo formë, kjo zgjidhje që ju dha, është zgjidhja që duhej për të krijuar një arsim më cilësor, më të lartë, apo është një zgjidhje e dështuar, apo është hedhja një hapi të pestë pa bërë hapi 1, 2, 3, 4, sepse pyetjet e para që ngrihen janë ku do shkojnë këta studentët që kanë mbaruar këto universitete që gjërë tani na dolën të pavlefshëm. Do futen tek universitetet tjera, sipas ekonomisë së tregut që ky tash s'do paguaj më universitetin X, po do paguaj universitetin Y, i cili nuk është pezulluar nga qeveria, atëherë ku dolëm? Dolëm që ca student krejtësisht pa aftë u futën dhe po paguajnë para në një universitet tjetër. Si do bëhet? Ka në një, unë nuk di që të ketë në një mendim për këtë. Pra, unë mendoj që reforma duhet ishte një reformë që duhet të forconte universitetin publik, mbi të gjitha, aq më tepër nga një parti e majtë, siç është ajo që është në pushtet, e cila duhet të shojë më shumë shtetit social, më shumë mundësi për gjithë studentët, dhe jo një reformë që duket sheshit se është diktuar nga interesat e një pjese të asaj oligarkisë universiteteve, që janë edhe ato me televizion dhe me media, që bëjnë presion mbi qeverinë dhe qeveria, siç dihet, stili i vjetër i sundimit është që me pak oligark që kanë dhe media, dhe kështu ti mund të sundosh edhe universitetet, tani ka dhe një rrezik tjetër shumë më të madh, mendimi im, sepse këto universitete që ka lejuar qeveria që të ekzistojnë, këto do të konsiderohen shumë më tepër të qeverisë, mos harrojmë që në këto universitete do të shkojë dhe gjithë ajo elita intelektuale që do të bëjë dhe kritik qeverisë, pra rritet rreziku që kjo oligarki e lidhur me pushtetin të bëhet edhe më arrogante ndaj pjesës që kërkon të bëj kritik këtij sistemi që është ngritur. Qartë. Në shtator do filloj parlamenti, edhe një tjetër temë që do diskutohet patjetër është reforma territoriale, sepse dhe reforma territoriale dhe ligji për policinë, edhe i KLD-s dhe i gjykatës administrative kaluan në 31 korrik
në mënyrë të rrufeshme. Për reformën territoriale, çfarë mendimi keni? Kam një mendim që kam edhe për reformën në arsim, që ishte një gjë që duhej bërë, por është përsëri është bërë, sipas mendimit tim, jo me idenë që t'i shërbejmë këtij vendi, po më shumë t'i shërbejmë sundimit dhe fuqizimit të pushtetit tonë, kështu të transmeton pak, është bërë dhe pa menduar gjatë, pa i bërë ato hapat 1, 2, 3, hapin e 5. Më konkretisht është shumë e vështirë të mendosh që sot një X fshatar diku në një komunë që ishte që dikur shkonte dhe ankohej për një çështje e zgjidhte apo nuk e zgjidhte tek një bashkiak i veti aty afër, tani duhet marr makinën dhe të bëj 40 kilometra për të shkuar, supozojmë, në një X bashki nga ai varet. Pra, të gjitha këto probleme janë probleme të pamenduara se si do zgjidhen, se si do të menaxhohen. Është bërë një reformë që duhet patjetër të kërkonte konsensusin edhe pjesës tjetër, palës tjetër, sepse mund na krijojë konflikte të mëdha nëse opozita thotë që unë nuk hy në zgjedhje, Shqipëria kthen mbrapa edhe në formë demokracisë, sepse e ndjen opozita, edhe pse mendoj që opozita duhet kishte paraqitur variantin e vet alternativ dhe ta diskutonte, jo thjesht ta bllokonte, por të nxirrte variantin alternativ dhe ende nuk na kanë nxjerrë shumë argumenta se pse kjo reformë, si të thuash, është bërë sipas saj me ato hartat në mënyrë që të fitohen më shumë zgjedhje, por ndjehet kjo. Kështu që mendoj që këto do të na krijojë një klim të nxehtë, një klim konfliktuale dhe shpesh herë, domethënë, ne e dimë që kemi bërë shumë reforma deri tani, por nuk janë reforma që kanë sjellë përmirësime, kemi bërë dhe shumë ligje, por kanë qenë të dështuara pikërisht një nga arsyet kryesore edhe pse s'ka pasur një konsensus dhe s'ka pasur një qëllim të mirë tek e fundit të këtyre reforma. Duke u nisur qysh edhe nga reforma e kushtetutës që u bën, që edhe Rama vetë e pranoi se ishte gabim, po pse u bë? U bë që dy partitë të fitojnë sa më shumë për interesa. Pra, ndjehet kjo që këto janë reforma që bëhen për interesat të pushtetit, të njërës parti ose tjetër ose dyja bashkë, dhe janë interesat publikut. Unë kështu e ndjej. Zot Lubonja, ju falenderoj shumë për opinionin që ndat në studion e ABC News, ishim me analistin Fatos Lubonja.